Vijojnë operacionet e njëpasnjëshme për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Finalizohet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale operacioni policor i koduar Operacionalia 37, i kërkuar në Itali për grup kriminal, trafikim narkotikësh dhe falsifikim dokumentash, kapet në Tiranë 45 vjeçari nga Tirana. Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar, bazuar në inteligjencën policore dhe bashkëpunimit të Fast Albania me rrjetin europian, ka organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Operacionalia 37. Në kuadër të operacionit, në qytetin e Tiranës nga ana e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale, u bë lokalizimi, identifikimi dhe arrestimi me qëllim ekstradimin e shtetasit GB alias EP, 45 vjeç, banues në Tiranë. Gjykata e Apelit Napoli, Itali, ka lëshuar urdhër arrestin ndaj këtij shtetasi për veprat penale, grup kriminal, trafikim lëndësh narkotike dhe falsifikim dokumentash, parashikuar nga legjislacioni penal italian. Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Romën për të finalizuar procedurën për ekstradimin e 45 vjeçarit në Itali.